Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil alamin, ya Rabb. Nahmaduka wa nashkuruka ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق الله العظيم. تضاشر ذات المسلمان الله جل شانه وجل جلاله مفتو آية كريم تقولنا الله أعلم بمراده. Ne jemi në njën e surës së bekuar, suratul An'am. E posa qërish në njën ajetin që lexova para ju, inkuadrahmi me disa fjalë të shkurta, që të hargjojmë sa minut nga jeta jonë mjaft të shkurt, duke shpresuar në Allahu dhul Jalal, që frimarjet tona të cilat i hargjojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Gjennetul Firdaus të na i kon person. Amin. Vezët të dashur, Allahu dhul Jalal ka për qëllim me fjalën e tij, pra me Kur'anin Kerim, që të na largon prej dalaletit, të na afron pran hidajet, dhe të na zgjon prej gafletit. Na shpjegon kush është ai i cili na jep gjumin dhe pushimin natën, dhe kush është ai që na jep fuqi të punojmë ditën, dhe kush është ai që na regjistron punët tona, dhe kush është ai që i përgjigjet lutjeve tona. Dhe thot, kul men yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Thua ju, o pejgamber, thua ju njerëzit, kush është ai i cili ju shpëton juve nga errësira e tokës dhe ajo e detit. Pra errësira, këtu nuk është qëllimi vetëm errësira e natës, po këtu është për qëllim edhe errësira të cilat i shkaktojnë vetë njerëzit. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vijë një kohë te umeti im që do të jetë errësi. Pra errësi nuk është qëllimi errësira e natës, por është qëllimi i errësirës së gjunaheve dhe punëve dhe ngatresave të vetë njerëzve të cilat i shkaktojnë me duart e tyre. Men yunajjikum, pra kush është ai që ju shpëton juve prej errësirës së natës, prej errësirës së tokës, prej asaj të detit, pra kur udhton dikush në det, në errësirën e natës, kur ai frikohet, kur e mbulon dalgat, kur e trishton dalgat i afrohen pra ti, dhe ai mendon se do të hutet në det dhe i lutet Allahu dhul Jalal sinqerisht, kush është ai që e pranon lutjen e tij përveç Allahut? Kush është ai që e pranon lutjen e atij që duke ecur në tokë, në sipërfaqen e tokës, ka bën errësira e natës, nuk mund të hecë? Kush e shpëton nga kjo errësi përveç Allahut, askush tjetër? Kush e shpëton njeriu nga errësira e xehaletit, nga errësira e hajnave, nga errësira atyre që kidnapojnë, nga errësira atyre që sihir bojnë, nga errësira atyre që xhelozojnë? Kush e shpëton përveç Allahut? Men yunajjikum min zulumatil barri wal bahr tad'unahu tadarruan wa khufya. Ju atë kur bini në zor, i luteni Allahut me zor dhe msheftas. Pra
me qikun, kush ju shpëton nga çdo vështirësi, tad'unahu tadarruan wa khufya. Ju kur bini në zor o njerëz, i lutni Allahut me zor dhe fshehtas. Pra ati i luteni kur bini në zor. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, udhkurillaha fi rraha yadhkuruka fi darra. Nëse do të përgjigjet Allahu ty kur je në zor, di ta përmendish ato kur je rahat. Nëse do të lutet ty në spital kur je shtrim në krevetin e spitalit, ose kur e ke vllatin të sëmur në spital, ose në shtrat, ose kur e ke prindin ose një antar të familjes, kur e ke në sëmundje të randë, atëherë i lutesh Allahut. Nëse do në Allahu të të përgjigjet ty kur je në zor, mos e haro ato në darsë. Mos e haro në darsë. Mos u të ptis pas muzikës, pas krismës, pas alkoholit, pas dasmës së përzirë. Mos u habite, mos u shashris, se kur ta lusish Allahun kur bish në zor, Allahu thot tash ti lute ato të cilit ju lutje në darsë. Ati lutju se mund pa te haru. Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allahu jallahu musubani si ata të cilët e harron Allahun e pastaj kur ta përmendin kur bin zor, Allahu nuk i përgjigjet. Vëllezër të dashur, ishte një dietar i ulët në Basra, i cili e kishte emrin Ibrahim ibn Adham, ka bërë një ditë rrugëve të qytetit, e ndalën disa xhamat dhe i thanë, imam i nderuar, imam i respektuar, Allahu xhallahu në Kur'an thot, ud'uni astajib lakum. Më luteni mua, unë t'ju përgjigjem. Më luteni mua, unë t'ju përgjigjem. Dëshirat e juaja t'ju plotësoj. Lutjet e juaja t'ju pranoj. Planet e juaja t'ju realizoj. Më luteni mua, t'ju përgjigjem. Thanë, na gjatë kohë lutemi Allahut, ai nuk na përgjigje. Pra ne gjatë kohë lutemi Allahut, ai nuk na përgjigje. Na shumë lutemi Allahut, lutjet tona nuk pranohen. Pse kështu? Imam i nderuar Ibrahim ibn Adham tha, a dini pse nuk pranohen lutjet e juaja? Se i pengojnë punët e juaja. Pra punët e juaja i pengojnë lutjet e juaja. Tha, cilat janë ato punë të cilat i pengojnë lutjet tona të mos pranohen? Tha, ju Allahun e besoni, por ato nuk e adhuroni. Farzët në vend nuk i qoti, prej harameve të ti nuk ndaloheni. Një. E dyta, ju thoni se duam pejgamberin, po sunetet e ti nuk i praktikoni. Ju thoni shejtanin armik e kemi, po si pas qefit të ti ju veproni në darsmat e juaja. A e ndëgjoni pejgamberin apo shejtanin? Në punë të juaja, a e ndëgjoni Allahun dhe pejgamberin apo epshin, nefsin, shejtanin? Më shumë shejtanin se Allahun. Tha ju, Kur'anin e lexoni, po si pas ti nuk veproni. Punët e juaja nuk përkuten si pas porosive kuranore. Sjelljet e juaja, morali juaj, nuk përkuten si pas Kur'anit. Se ju model në sjelljet e juaja e keni të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, për të cilin Allahu xhallahu tha, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana." Në pejgamberin keni örnek. A e keni örnek ju jetën e pejgamberit? Në veshmbathjen e juaj, në faljen e juaj, në dasmën e juaj, në vdekjen e juaj, në shitblerjen e juaj, në raportin e juaj me fqinjin, në raportin e juaj me prindin, në raportin e juaj me njerëzin. A e keni örnek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Apo e keni örnek Evropën? E keni örnek perëndimin në veshjen e juaj? Subhanallah. Tha, ju trumpetoni se e duam pejgamberin, po nuk veproni si pas sunetit të tij. Ju thoni se e lexojnë Kur'anin, po Kur'anin nuk e keni katalog të juaj. Kur e pyetën disa musliman që se patën rri pejgamberin, e pyetën namën e musliman me Aisha radhiyallahu anha dhe i thanë, ja Aisha, ja ummul mu'minin, si ka qenë akhlaqi i pejgamberit? Na trego si ka qenë sjellja e tij? Aisha radhiyallahu anha me një fjalë të shkurtë e përfshiu tërë jetën e pejgamberit, personalitetin e tij, sjelljen e tij, moralin e tij, dhe tha, "Kana khuluquhu al-Qur'an." Akhlaqi i pejgamberit ka qenë Kur'ani. Pra pejgamberi ka qenë Kur'ani gjatë ka hedhë në përnjerës. Pejgamberi ka qenë Kur'ani gjatë, ka hedhë Kur'ani në përnjerës në fizionominë e personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ju Kur'anin e lexoni, po si pas
veproni. Ju xhenetin thoni e dua, e dum xhenetin, po nuk bani punë për xhenet. Ju thoni frikoni prej xhenemit, po punët të cilat ju çojnë në xhenem ju i bani. Kështu tha, pastaj ju vdekjen hak e dini, por vdekjen nuk pregaditeni. Ju më shumë jeni të angazhuar me gabimet e huaja se me tuaja. I bani gajt e punë e huaja. Dhe në çdo bisedon për të tjerë, filani kështu, fallani kështu, ai kështu ka gabu, ai gjithë kështu ka gabu, e për vete, na jemi të pagabushëm. Dhe gjithmonë kamerat i shën ka të tjerë, as ne nuk e shën ka vetveten, dhe ta shohim veten tonë një herë para vetes të dalim dhe të shohim se çfarë punë jemi duke bën. Të mos angazhohemi me punë të huaja. Tuba liman shagala uyubuhu an uyubin nas. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mëjtë si harit për një njeri dhe për një musliman, për një muslimane, i cili gjithmonë është i angazhuar me gabimet e huaja, nuk ka kohë t'i kontrollojë me gabimet e veta dhe nuk ka kohë të angazhohet me të huaja. Pra gjithmonë është i angazhuar me të metat e veta, andaj nuk ka kohë të miret me të huaja. Ndërsa ai që miret me të huaja, i haron të veta. Pastaj tha, ju i shfrytëzoni të mirat e Allahut, por Allahun nuk e falenderoni. Të mirat e Allahut i shfrytëzoni pa numër. Por ato Allahun nuk e falenderoni. Si dëshmini që ato nuk e falenderoni, në ato të mirat e juaja dhe haram përdorni. Sikur nuk janë mjaft të halallit, i përdorni edhe haramin. Dhe për halallit Allahun nuk e falenderoni, ndërsa për haramit nuk i frikoni. Pastaj ju shpesh përcjellni njerëz me varrezat, as pak nasihat nuk merrni, as pak i brek nuk merrni. Kush ka ndru jetë filani, Zoti rahmet e boft, e marri me çën të varrezat, edhe kthehemi përsëri sikur e kemi lënë piknik ose ndarsi. Nuk kujtohemi subhanallah, ai deri ishte në mesin tonë. Sot çka po me to? Vallë, kush e ka rendin nesër i pari të shkon te varrezat? Ndoshta jo munaj, i cili sot erdha me kam të mia, radhën tjetër mund të vinë në krahët e huaj. Kështu vllajtash, ta përcjellim të vdekmin tonë, sikur na jemi pas këtij në rend numër 1. Megjithatë na nga kjo i bret nuk marrim. Prandaj tha lutjet e juaja nuk përgjigjen, nga se ju jeni angazhuar me këtë punë. Vëllezër të dashur, për të pranuar lutja e muslimanit, pra ka kushte. E para, lutja të jetë sinqerisht drejtuar Allahut. E dyta, në trupin tonë të mos kemi veshur haram, në shtëpinë tonë të mos kemi haram, në gojën tonë të mos kemi haram. Pra vetëm nga halalli pranohet lutja, tadarruan wa khufya. Ju i luteni Allahut me zor dhe pa zor. Kur bini në zor, Allah e më ka përmendi kur jam në zor. E Allah nuk të pranon lutjen tënde kur ti je në zor, nëse ti përgjigjesh atij kur je rahat. Dhe atë përgjigje ti kur je në zor, ka se kujton, wa man yujibul mudtarra idha da'ahu. Kush mund t'i përgjigjet atij që në zor, përveç Allahut, kur ai Allahu të lutet. Vëllezër të dashur, si për shembull, një shembull për këtë rast, një motrë muslimane e vetmuar ishte në banesën e saj vetëm me djalin e vet. Nuk kishte me vete asnjë antar tjetër në familje. Në dimnin e madh, në natën e gjatë të dimnit, në ora 12 fëmijës vetë i paraqitet nxehtësia, temperaturë. Nga ora 3 e natës, fëmiu vetëm sa ndihet i gjatë. Para për taksi jo, para për shkute mjeku jo, mjet jo, telefon jo, ti lutet dikut të afrohet të dikush të kërkon ndihmë, nuk ka, i drejtohet Allahu xhelal. O Zot, ndorton dhe e lash fëmin tim, vetëm ti më ndihmon. Sa e mbaron lutjen troket dera. Sa e mbaron lutjen sinqerisht, duke ju drejtuar Allahu xhelal, troket dera. Kur afrohet pas derës, thot kush është? Thot filan mjekesha. Kur ja qen derën, një mjekesh e cila me çantë në dorë ka ardhur dhe thot peki djalin e smu. Thot që djali shtrin për vdekje. Mos u frigo. Ja jep një gjerban, i bën disa ilaçe, fëmiu i qelsyt, vjen në vete, kjo gëzohen për habite. Dhe thot, po kush të prumi ti? Thot ti, a nuk më thirrë mu në telefon se i ki djalin e smu? Thot subhanallah.
unë as të kom telefon, as të kam thirë, po kush të puni ti? Tha, a nuk është banesa jote numër 15? Tha, jo, banesa im është numër 25. Tha, subhanallah, po mu më ka ftuar dikush se ka djalin në smut në banesën 25, në banesën 15, unë të marrë në 25. Kush ja ka bojnë kësaj banesën? Subhanallah, Allahu të gjelat ka shkot atje se ka nevoj. E kur shkojt e banesën në të cilën e ka thirë, i tha ti u vanove. Tha po e gabova adresën. Kush ja ka bëj kësaj adresën, kush ja ka bëj kësaj banesën, përveç Allahu të gjelat që ta qojtë një motër muslimane e cila nuk kërkën dihëm dhe nuk kish mundësi të kërkën, përveç për Allahu të gjelat. O me një gjibur muhtabra i da dhe ahu. E kush i përgjigjet muslimanit kur bjen zorë, kur a i lutet ose muslimania, nuk ishte nërkuj kujt i mështetet përveç Allahu. Allahu të gjelat ja qon një keshën t'ja mjekoj fëmijën e vetë, edhe pse ajo ishte nisë për gjithër mund, Allahu të gjelat e qon të kjo. Pra një shembull konkret se Allahu të gjelat bon qka dënë kur dënë aje. Por ti Allahu ti lutesh dhe jo vetëm në lutje, ma ato që ke mundësi ti bësh me dorën tënde, ti vetë ti bësh. Jo hasë. Pra me lutje, ashtu dikush në akuzon me edhe si musliman, thot jo me lutje, se hajfat ka badahia, hajfat Gjemala Ataturku, kur desh o gjallarët t'i zane tha, shikje dritën me dua, drita me dua nuk shimet, po na s'kemi thonë që drita me dua shimet, po na kemi thonë kur s'ke mundësi, me asë në mënyrë, atëri lutesh Allahu të gjelar kur ti ta bësh, kur ti ta japish kontributi shanë, se Allahu të gjelar i tha me djemit, kur ajo ishte në hijen e hurmës, kur Allahu të gjelar i dha hurmës kokërën dhe pësë ishtë koha, por i tha, khudhi i lejki, shti prangë me dorën tënde, prangë, pra lëvizë dorën, ashtë sa ka mundësi lëvizë dorën. Ai kish mundësi ta shpëton Nuhin a.s. edhe popullin e ti me fuqinë e vetë, por i tha Nuh a.s. i ti ndërton një anije të thjesht, unë të shpëtoj në përmes të saj, pra ti e me kontributin tanë, na nuk e kemi qëllimin vetëm me lutje, por kur s'ka nuk dalje që të lutesh Allahu të përgjigje. Kulillahu yunajjikum minha wa min kulli kerbin. Allahu ju shpëton nga çdo vështirësi. Allahu ju shpëton nga çdo vështirësi. Thumma antum tushrikun. E ju pasi të pranohet lutja juaj, pasi të largohet vështirësia, pasi të kalon sikleti dhe sekurdhia, me njëherë e harroni Allahu. Me njëherë e harroni. E pastaj thoni, po unë jam i Zoti, po unë e kam njekun e njofshëm, po unë ati da shumë para, se ketu shku t'jallë, ama unë jafja, man, e harroni Allahun, pasi a ju shkoton nga vështirësia. Kull, hua l'kadiru ala e jab'atha alejkum adhabe. Thuaj, mos e harroni Allahun, mos i shtetni normat e ti, lexoni Kur'anin dhe veproni sipas tij. Doni pejgamberin dhe zbatoni sunetet e tij. Mos e miqasoni shejtanin, mos e hani harami. Keni kujdes gjunahet e juaja, jeni të huaja. Merrni ibret nga të vdekurit dhe keni frikë vdekjen e juaj, se Allahu Gjelal ka mundësi, hua qadir, ai ka fuqi, an yursila alejkum adhaben, an yab'atha alejkum adhaben, që ai t'ju çon juve një dënim min fawqikum wa min tahti arjulikum, prej natë ose prej poshtë. Subhanallah, Allahu Gjelal ka mundësi ta dënon një popull prej natë, siç i ka dënu shumë popull. E ka dënu popullin e Nuh a.s. me shi prej natë dhe duke dalë uji nga toka dhe nga qielli dhe e ka mëshu. E ka dënu popullin e Lutit me gur prej qiellit. O vëllezër të dashur, e ka dënu një popull me batisje në tokë. Pra ai është kanuni. Ai ka mundësi që dënon prej natë dhe prej poshtë. Mos u rahatoni, keni frikë Allahut, se ai ka mundësi që dënon. Por ai ka premtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberi ju lut Allahu Gjelal 4 gjë. Tha, o Zot, të lus që umetin tim të mos e shtukish prej natë, pra me kur e me shi e me vëshim, dhe mos e dënosh ato me batisje në tokë. Allahu Gjelal këto dija ja pranon. Pastaj tha të lus o Zot, që popullin tim të mos e shtuki një popull tjetër. Tha edhe ato ta kam pranu. Pastaj tha o Zot, të lus që popullin tim të ruesh nga përçarja, nga fraksione, nga lufta mes vete. Tha Allahu Gjelal këtë me të ruaj në vetë. Këton, bashkimi,
unitetin le të arun vetë musliman, të mos përqahen, të mos ndahen në grupe, të mos ndahen në fraksione, se ajo është dënim të cilin ja u qonë Allahu Gjellar kur atë bohen laik. Pra dënimi sot që përjeton populli musliman është nga ajo që e ka meritu me gabimet e vetë, që Allahu Gjellar nuk lejon që populli jo musliman të shduki populli musliman me përjashtim e dënon kur atë bohen laik, kur ata kërkojnë ndihën për armikut për ta luftuar në një tjetër, kur ata kërkojnë ndihën për armikut për ta luftuar në një tjetër, për të fituar poste dhe pozicione, pasuri e karrik për të fituar, kërkojnë ndihën për një tjetër. Wallahi, nuk do të kishte mundësi as amerikani, as anglezi, as holandezi, as kinezi, nuk do të kishte mundësi ta shtjeli Irakun dhe ta përgjaki tokën e bekuar të Irakut dhe të masakrojnë fëmijët dhe kratë e tyre, sikur të mos kishte një mash prej tyre, sikur të mos kishte një mash prej vetë tyre, dhe kështu me radhë në shumë vende, ku muslimat torturohen, ku muslimat masakrohen, ku muslimat përkamen, me përjashtim sa ata kanë meritu nga se kërkojnë ndihën prej armikut kundra vllahut të vet. Au jenë bisekum shi'an, ose t'ju ndaj në grup. Wa yudhika ba'dukum ba'sa ba'd, dhe ta luftoni ju një tjetër. A pak musliman që duke luftuar një tjetër? A pak musliman që janë duke vrarë një tjetër? Vëllezër të dashur, me dorë në zemër, na nuk u vrarë dhe nuk u sakatum në luftë, sa u vrarë u sakatum pas luftë. A nuk është realitet? Dikush për armiqve tanë që ishim në luftë tha, që u matim armët, që u letim shqiptarve armët. Njoni një tjetër komunist i përmetuar dhe i shkolluar në komunizëm tha, ta shti të dvalom armët, se mo neve nuk në luftojnë, dhe që ulom armët të vrasën një tjetër. A nuk u realizu i plan, a nuk e vrasën në një tjetër? Subhanallah, pse të ndodhi kjo? Dorën në zemër, pse të ndodhi kjo? Kjo ndodh nga ajo si jemi largu nga Kur'ani, jemi largu nga katalogu, jemi largu nga procesi Kur'anor, nga fjallë Allahu Gjallar wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ka puni të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u shndani, mos u përqahni, wa tadhhaba rihukum, pastaj ju del era burnis ju ka frika s'kush, nëse ju vriteni me zvetë, nëse ju vritni për interes, nëse ju vritni për të ruajtur karrierën e vetë, e duke shtuka tjetrin, por të pasunuar për vete, duke masakruar të tjerë. Subhanallah, wa yudhika ba'dukum ba'sa ba'd, dhe ta shijoni dhimbjen dhe keqardhjen prej një tjetrit. Unzur kayfa nusarrifu al-ayat la'allahum yafqahun. Allahu Gjallar shijo, unë si sqaroj argumentet e mia, ndashta mos ju kujtohen. Muslimanët mos u bjen ndërmendje. Mjaft ose një musliman me zanka partijake, mjaft musliman me zanka me shihad, mjaft musliman me zvete se turpër, dhe kjo nuk ka shkurço tjetër vetëm rezultat dhe pasojë e largimit nga fjala e Allahut. Se sikur të ishim pranë Kur'anit, sikur të ishim pranë mësimeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk do kish nevojë na të çoftohemi, na të ngatrohemi me zvete. Vëllezër të dashur, kjo thuhet me keqardhje dhe kjo është realiteti i hidhur, të cilin me zore përbim, po s'kemi mundësi ta ndryshojmë. A dini pse? Se punët janë dhënë dorë që kërkuj. Idha usita al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu ka thënë, kur t'i jepet posti atij që s'meriton, kur t'i jepet emaneti atij që se realizon, fantadhir as-sa'a. Atëherë pritet kiameti. Pra kjo është kiameti. Kjo është kiameti përçarje me zvete, akuza me zvete, sharje me zvete. Subhanallah, me çdo njëri duke u thirrë me Islam, Islami është larg prej çdo njëri për atyre të cilët akuzojnë një tjetrin. Që është e keqja dhe më e keqja, se për çdo grimës tonë, zantë tonë me zvete, duhet të kallëzojmë hallkin. I thirrim gazetarët, televizionet e huaja dhe u tregojmë se na jemi zanë me zvete. A ka hije një sot shpije, me evladin e vet, me vllazën e vet nëse ngatrohen, a duhet dalet në gazetë të kallëzoj se ka problem familjar, pra ne jemi një familje shumë e ngushtë, jemi një familje shumë e vogël, jemi një numër i vogël musliman në këtë troje. A ka kuptim dikush na flitë gazetarin e huaj, e ai ti zbukuron e ti stodis fjalën tonë, e ti zjat e ti trash e ti zmadhon.
gazete. Ku do ta shkurtonin gazetë? Ku do ta shkurtonin televizion? Ku do ta shkurtonin ato? Të hakit, faruddu ila Allah. Atëherë fletni Kur'anin, vini Kur'ani para vetë dhe betohni para Allahut, se nuk kemi qëllime personale, nuk e ruajmë interesin personal për atë të umetit, atë të islamit, atë të muslimanëve, ndërgjetjen dhe hatin e muslimanëve, të cilët u shkehen me vite të tëra me gjersën e muslimanëve dhe aspak nuk e kanë frikë tuan dhe betuan e muslimanëve, që çdo musliman është i brengosur për këtë situatë që sillet rreth nesh. Ato tjerët më shumë kanë nga dresa na e dim, megjithatë nga dresat e tyre ato njështën t'i mbulojnë, ndërsa ne jemi aq naiv sa që çdo nga dresë zbulojnë që të keshin hallin me. Faruddu ila Allah, feni pra të Allahut dhe shkurtoni problemet e juaja të Allahut, o musliman. La tahinu wa la tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minin. Mos u brengosni, mos u likështoni, ju jeni fitimtar, ju jeni ndërtimtar me kusht nëse jeni musliman, nëse jeni besimtar, nëse i kthehni Kur'anit, nëse i kthehni Sunetit, mundoni çdo kush në shtëpinë e vet, në vetvete, ta praktikoj fjalën e Allahut, Sunetin e pejgamberit e pastaj t'i lutemi Allahut xhelal që ai ta ndryshon hallin ton prej kësaj që është në një hall të mirë inshallah. Por lutjet tona për të pranuar do të bëjmë me Allahun dhe pejgamberin nuk pajtu nga haramet që u largu, lutim Allahun xhelal, lutjet tona Allahun t'i pranon. Nga dresat tona që ka mes vete, Allahu t'i largon, zemrat tona t'i bashkon, muslimat mes vete t'i afron, lusim Allahu xhelal, rinin tona Islam t'a udhëzon, drejtëve tonë t'i jetë të lutër dhe shëndet të plohë, të vazurit tonë Allahu t'i pasuron, të somurit tonë t'i sharon, të burgosirit tonë t'i liron, të vdekurit tonë t'i mëshiron, bërë muslimat që ndihmon, dërsa zullum qarët mes vete helakiman. لكن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك القادر العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين يا رب نحمدك ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك
بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق: وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون خالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. تداشر غير المسلمين الله جل شانه وجل جلاله مثل آية كريم شعورنا الله عن بمراد نيمنا هي سورة سبقور سورة الأنعام وسجلنا هي آية وجل الضرب قريوف إن قدرهم مدرسة فيال شهودا جدا هرجون سامنود غاية يوم يأخذ شهود duke shpresuar nga Allahu Dhul Jalal që frimarjet tona të cilat i harxhojmë në këtë vend dhe në këtë moment Allahu me Xhennetul Firdaus të na i kompenson. Amin. Vëllezër të dashur, Allahu Dhul Jalal na shpjegon për fuqinë e Tij, na shpjegon për urtësinë e Tij, na shpjegon për dhuntitë e mira dhe begatitë e Tij, të cilat ne ka kushtuar neve dhe na i ka dhuru neve, prandaj na shpjegon në Kur'an që të bindemi në iman dhe të forcojmë imanin dhe besimin ton, se e gjithë veprimtaria dhe e gjithë lëvizja dhe jeta e njeriut mbahet nga besimi i tij. Pra kur është besimi i pastër dhe besimi i fortë, ashtu siç duhet, njeriu rrallë gabon, edhe kur gabon shpejt pendohet. Fazet e Allahut në vend i qonë, dhe ato kur nuk i vanohet, dhe nga ndalimet e Allahut gjithmonë ndalohet, nga se imani i tij ashtu e urdhëron. Pra, vëllezër të dashur, e gjithë puna mbahet prej imanit, mbahet prej besimit. Njeriu i cili e anashkalon namazin, pra ka dobësi në imanin e tij, nuk ka bindje të thellë në Allahun Dhul Jalal. Njeriu i cili nuk e jep zekatin, nuk ka bindje në fjallën e Allahut. Njeriu i cili nuk e mëson Kur'anin, nuk ka dashni në fjallën e Allahut. Pra vëllezër të dashur, imani është puna kyçe e cila e mban drejtimin e njeriut dhe e vazhdon atë në binarin Islam, i cili ka emrin Siratin Mustaqim. Fjalët të cilën e përsërisin ose lutjet të cilën e përsërisin 40 herë ditën me gjuhën tonë, me fjalën tonë, po vallë e përsërisim ato edhe me zemrat tona, me vullnetin tonë, me dashnin tonë dhe Allahu Dhul Jalal. Pra vëllezër të dashur, imani, besimi, i cili ndahet në 3 lloje. Besimi i muslimanit ndahet në 3 lloje. Besimi i parë është besim imani taklifi, pra besim imitativ. Besim një njeri që i emiton tjerë. Nëse falen tjerët, falet edhe ai. Nëse agjënon tjerët edhe ai agjënon. Nëse shkojnë xhami, shoqënia shkon edhe ai. Nëse praktisin ato, ai mëngjes e prej. Thot, pasi tjerët e kalon, çka mbet për mua. Vëllezër të dashur, iman pa argument, iman emitus, i emiton të tjerët. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: la yakuna ahadukum
që ashtu bëj edhe unë. Nuk e pata mendën nga bëj dasmë në këtë formë, a me masi krejt e bën që ashtu, ku të shkojnë krejt edhe unë. Shtu nuk tonë Allah, as pejgamberi, po ti e ke unin tënë, dhe atë unin tënë në islam të arruash dhe për të kujdesesh dhe të dish se vetë ti në të përgjigjesh për punët tua dhe vetë të tish në varë pa asë një shokë dhe të dalish para Allahun pa kur fa përkëthysi. Allahu të gjerar me ty ka me bisedu, ka me të marrë në logari për gabimet që ke banë dhe farzet që ke lanë. Pra vëzë të dashur, imani taklidi është a imani cili jo me argumente, po me hamendje. Pojnë tjerët, pojnë unë, e la tjerët, e la edhe unë. Subhanallah. Grupi ditë ose dojtë ditë imanit është imani istidlal, iman me argumente, iman me fakte, për të cilin Allahu të gjelar ka pru shumë argumente në Kur'an, dhe për çdo herë, kur e ka mbylli çështje ka thonë, inne fi dhalike le ajatin li qaumin yaqilun. To janë argumente dhe fakte për njerëzit që mendojnë, për njerëzit që studiojnë, për njerëzit që vështrojnë. Inne fi dhalike le ajatin li qaumin yatafakkarun. Inne fi dhalike le ajatin li ulil albab. Për ata që kanë tru të kulluar, dhe trunin e vetë me qira se kanë dhona s'kiherë, po e kanë për vete dhe e përdorin për të mirën e tyre. Pra vëllezër të dashur, imani dytë, apo lloji i dytë imanit është imani me argumente, imani me fakte. Njeriu shiqon me vetë, wa fi anfusikum afala tubsirun, por në vetën e juaj, a nuk shiqoni? A nuk shiqoni në vetën e juaj? A e dini për çfarë jeni krijuar? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë pështini në dorën e vetë, në shuflakën e vetë, dhe ju tha ashabëve të shikoni, prej që këti uji i ngjashëm me që këtë është kriju njeriu. Yukhrijul hayya min al-mayyit, ajo është e nxjerrë të gjallin nga një pikë uje vdek. Pra, me argument. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, po edhe në tokë ka argument. Wa fis samai, po edhe në qiell. Pra këtë ta këthesh krijet argumentet thrasin që ti të besosh, që ti të mësosh, el ilmu yad'u ila al-iman. Pastaj dituria fton në besim, verbëria fton në xehel. Pra vëllezër të dashur, duhet të studiojmë, duhet të analizojmë dhe duhet të mësojmë që të arrijmë të shkalla e imanit të vërtetë. Pra imani istidlal me argument. Se vërllati aqëllon, ka argumente se Allahu farës ma ka bo. Po pse ti qojsh më njës herë e prish gjumin farës Allahun, se kam bindje në atë që të ka urdhëruar, kam bindje pra imanin. Dhe se të dashë, nëse mjeku jashtron një recet një pacientit të vetë, dhe i thot këta varna duhet t'i pish në këtë orë, në këtë orë, po një prej tyre duhet t'a pish në ora 12 natës. Ai nëse kam bindje në mjekun dhe shpreson në shërim dhe mjekim, si pas recetës të ti, a i qohet në ora 12, se vrengrish në ora 12, mjeku specialist me ka thonë, pa tjetër t'i pish të parë në ora 12 natës, nëse jo nuk bëj mirë, jeta jote është në rrezik. A ka guxim ki të mos e kurdis orën dhe të mos qohet në 12 natës të pi barën, se ka bindje. Prandaj e gona ato. Dhe muslimani ka bindje në Allahu të Gjellar, më shumë se çdo kush që ka bindje në dikën tjetër. Pra imani istidlali, me argumente. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një ditë në mëngjes, një sabah, pas je fali namazin e sabahut, ju drejtua ashabëve të vetë dhe tha, wallahi, më ka zbrit një ajet sonte, më ka pru Gjibrili një ajet kuranor, njerë për ata të cilët e lexojnë e nuk e studiojnë, e lexojnë e nuk e mendojnë, e lexojnë e nuk e kuptojnë, e lexojnë e me to nuk veprojnë, dhe bindjen e tyre nuk e shtojnë. Thanë, cili është ai ajet ja Rasulullah? Thanë, inne fi khalqi samawati wal ardi, wa ihtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qiellit dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, ka argumente për ato që kanë trunu të kulluar, që kanë shpirt të pastër. Pra, Allahu të Gjellar kërkon që na të mendojmë, ajetin të lexojmë dhe të mundohemi ta kuptojmë, dhe sipas atij jetën tonë ta vazhdojmë. Pra, njerë për ata të cilët i lexojnë të ajetin dhe nuk ndalen të kuptojnë, dhe nuk ndalen imanin e tyre ta forcojnë dhe ta pastrojnë. Rabbena, ma khalaqta
Zot, ti këto më kotë se kryohë, dhe nuk ka gjërë që Allahu Gjellar ta ketë kryu pa ndonjë qëllim, por ai çdo sende ka kryu për qëllimin e vet. Pa marrë parasysh e dimna apo se dimna, se të nga shumë pak dim, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, nga se juve o njerëz nuk ja është dhënë dituri vetëm pak. Pra neve pak na është dhënë dituri, dhe me ato që pak kemi mundësi, na i mbyllim si po një taraki. Pra vëllezër të dashur, inna Allaha falikul habbi wan nawa. Allah është ai cili çel farën edhe thellë. Pra do të tregon në njëri, hapisit studion dhe ke imanin tënd me argument. Pastaj lloji i tretë i imanit, lloji i tretë imani hakiki, imani i vërtetë, që arrihet pas studim, pas argumentim, pas bulim, pas provave, arritet te imani pa nuhancur, te imani vërtetë. A di cili është ai iman? Ai iman është o vëllezër të dashur që njeriu as pak nuk merret me të tjerë, as pak nuk merret me haxhilerë, as pak nuk merret me hoxhallar, as pak nuk merret me tjerë, merret me vetë. Për shembull, nëse vjen lajmi, shembull marrë, që do mos merr dikush gabim, e të bëj katastrofë, por nëse vjen lajmi dhe thuhet si mjet e kanë zbulu, mbarë miftinit e botës, mbarë bashkësit islame të Ruzullit të Oxford, e kanë zbulu se si mjet nuk të kishte Ramazan, nuk të të gjënojmë, më botë një gjënojmë. Shembull, disa njerëz do të thënë, po na prej moti kemi ditë që kotë është agjënimi, po juve ju kanë mashtru hoxhallar. Kjo është një numër, një pjesë, një shtresë e muslimanë. Shtresa tjetër do të thonë, po pse brenda pas kanë marrë në qavë deri tash, se s'na kanë kallëzu ma herët. Kjo është grupi i dytë. Grupi i tretë do të thotë, ne të thonë çka të dojnë. Miftit e hoxhallarët e kryetarët e kushto, unë kam besu dhe unë do të vazhdoj të agjeroj. Edhe namazit nëse e mohojnë përsëri të të fali, dhe Allahu një të ta besojnë. Pastaj do t'i thojnë, a veç ti ke mbet muslimanë, si që thojnë shumë herë, a veç ti do të shkosh në xhenet, a veç ti je muslimana, ti do të shpo. Unë jom ai cili ja kurdhon besët Allahu Dhul Jalal. Se unë nuk kam agjënu për imamin, unë nuk kam agjënu për hoxhën, unë kam agjënu për Allahu Dhul Jalal. Unë i kam rënë sejtë Allahu krijuesit, sa i meriton të falënderohen, sa i meriton të adhurohen, pa marrë parasysh njerëzit. Pra vëllezër të dashur, ata njerëz të jenë të luhatshëm, a dini çka thonë? Thonë, po, kjo është fjalë e hoxhallarëve, se këtë hoxhallarët e kanë bukë. Jo vallahi, këto nuk e kemi bukë, këto e kemi borxh. Islami nuk është profesion, Islami është mision, dhe çdo njeri misionin e tij duhet ta kryjë, jo profesion të jetojmë përmes të Islamit. Pra, vallahi, këto fjalë të cilat i themi kapni sinqerisht se janë fjalë të Allahut. Merrni me gjithë zemër se janë fjalë të porosit të Allahut, jo se ka bukë dikush. Ai që ka bukë do të mbese pa bukë. Ai që ka borxh do ta dalë borxhin dhe do ta mbesh shpërblimin për Allahun Dhul Jalal. Pra ki iman është imani hakik, imani i vërtetë. Nëse mbar bota e lën namazin, ai fillon të falë. Nuk thon pasi filoni, bile na ka pas fal imam, ai mo tash nuk falet, atje pse të falem unë? Pra ki e ka pas imanin me qira. Ki e ka pas imanin me qesim. E ka marrë për që tërkuj të shvizon, nëse aje lene dhe ki. Jo, vajdash, na imanin se kemi me qira, na trunin se japim me qira, na këtë iman e kemi direkt në Allahu Dhul Jalal. I besojmë ati që na ka kriju, dhe me shumë të mira nga ka furnizu, pra asë nëherë nga rruga e një s'kemu largu. Pra kjo është imani hakiki, ki nuk është imani i hamendjeve, që hamendjen njerëzit. Më thot njëri ti, para disa kohë, më thot, pra në Ramazan, tha hoqë, a nuk e lini mo Ramazan? Tha shpse? Tha po si e lam shinqerë? Subhanallah, si ka nga të rrën kapë? Po nga kur kemi thonë se shinqerë që është i jomi, e kemi lanë? Pra mos i gatëroni gjithë të vëllezër të dashur. Ramazanin as e kemi pruna, as nuk mund të largojmë na. Allah me të bo farz, e do të gjërëm. Namazin se kemi pruna, as mund të lona.
argumente vëllezër të dashur. Të mos bëhemi për atyre muslimanëve emitus, të emitën të tjerë, po të bëhemi me iman të argumentuar, me iman të vërtetë. Nëse mbar bota ja kthen shpinën kësaj feje, ti si djalosh i ri si musliman, mos u angazho me të huaj, mos u angazho me halkin me të tjerë, po ke bindjen tënde në Allahun një, sa i meriton ti ta adhurosh, pa marrë parasysh rrethin ku jeton, pa marrë parasysh klasën ku ti mëson, pa marrë parasysh lagjën ku ti vepron. Pra ti ta kesh imanin tënd dhe bindjen tënde të thellë në Allahun xhelal, ti thon imani hakiki. Pra ki është imani vërtet, Allah inshallah nasib në. Vëllezër të dashur, prandaj Allahu xhelal bën argumente, e cilat janë ato, një prej tyre është fara e bereqetit dhe thelbi i frikës. Inna Allaha falikul habbi wan nawa. Allah është ai që e çel farën dhe e bin. Ai është që e çel thelbin dhe e bin pemën frikën. Pra, kur e hudhin farën në tokë, ajo kalmet dhe fillon aktivitetin e vetë në dy anën. Në anën e poshtme dhe në atë të epërme. Fillon të aktivizohet me urdhin e atij dhe arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Me urdhër të Allahut, fara bën obligimin e vet, hapet dera e saj, dhe ajo qilet dhe fillon të funksionon nga dy anën. Nga ana e poshtme, pra fillon rranja, ta shpon tokën dhe të ngulet. Ana e epërme fillon të shpon tokën dhe të del në tokë. Toka sa do që të është e forë, ndoshta traktori se laron, plugi i traktorit se shpon, dhe se gjenë, fara aq e tokët që është, ai filizi aq i verë, dal nga dal e qenë rrugën dhe del mbi tokë. Se Allahu xhelal i thot kun fayakun. Pastaj falikul habbi wan nawa. Ai është që e leje të bini farës edhe kuj, edhe thelbit që bin pra drunjt dhe pema. Yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-hayy. Kush është ai pos Allah i cili të vdekurin nga i vdekurin nxjerr të gjallë. Pra nga pika e ujit që s'ka kurfar funksioni sipas tonës, nga që ajo Allahu xhelal krijon njeriu në gjallë, njeriu me sy në barë, njeriu me tru në kohë, njeriu me dorë për të vepruar, me sy për të shijuar, me kam për të udhëtuar, me tru për të filozofuar ose për të menduar. Pra nga ka ardhur njeriu i gjallë, nga një pikë ujë i vdekur. Dhe ai nga i vdekurin nxjerr të gjallin dhe nga i gjallin nxjerr të vdekur. Subhanallah. Nga puna e gjallë nxjerr vezën, nga veza e vdekur nxjerr zogën e gjallë. Është Allah. Pra yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyita min al-hayy. Dhalikumullahu fa anna tufakun. Pra ky është Allahu. Ku e thënë shpinën? Ose thon pak më ndryshe, ata që s'besojnë, ku e thënë çfarë? Që nuk i bin Allahut në sejdë, që nuk i binen Allahut fuqi plot. Fa anna tufakun. Falikul isbah. Allahu është ai i cili nxjerr argimin prej errësirës natës. Ata me mendja në errësirën e natës se mund të ndriçon dikush tjetër sipërfaqen e tokës, ose krijuesit. Falikul isbah. Ai nxjerr argimin prej errësirës së natës. Wa ja'ala al-layla sakanan. Dhe natën ja u bën për të pushuar, wa shamsa wal qamara husbanan, kurse diellin dhe hanën për të llogaritur muajt, vitet, javët, ditët nëpërmes të diellit dhe hanës. Husbana, dhalika taqdirul azizil alim. Kjo është i projektuar, një projekt nga Allahu, nga i fuqishmi, nga i gjithdijshmi, pra nga Allahu xhelal. Ja'ala al-layla sakanan. Ajo ka bon natën për të pushuar. Subhanallah. Pastaj ju ka përkujtuar atine që kanë mend dhe ka thonë kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan man ilahun ghayrullahi ya'tikum bi diya'in afala tasma'un. Subhanallah. Vetëm që të di ajet dhe zëtërash, me marë me analizu, me marë me i studiu, me marë prej tyre me mësu, mjafton argument për besimin e Allahu një. Qka thot Allahu një? Kull, thuaj, ara'aytum, a e keni parasysh, in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah,
Me dash Allahu me javon natën të vazhdueshme deri në ditë Kiametit. Edhe pse ne do të vdesim për qerët mrapa do vazhdon deri në ditë Kiametit. Me bo Allahu natë. Me deshaj me bo e bon. Me bo Allahu natë. Dhe nuk thot lekum pa alejkum, nga sa ajo nuk është në favor tuaj, nuk është në dobinë juaj, që natë të vazhdon pa ndërprerje deri në ditën e Kiametit. Men ilahun gajrullahi etikum bidijar, a ka zot tjetër pos Allahu që jo vjen dritën e mëngjesit. Pyti vllai dashur ata që janë të sëmurë, sa është nata e gjatë? Ajo natë për të sëmurin është shumë e gjatë. Ndërsa për dembelin, është shumë e shkurt, por gjunavecin nuk i del për gjumë, po pyte edhe nuk ka mundësi të ngrihen të falë sabahën, edhe të thotë elhamdulillah o Zot, po sa njërës nuk e kanë ngrinë sabahën, po sa njërës në sabah janë në shtrat të sëmur, po sa njërës janë në spital të shtrim, e unë ngrita shkoshe mirë, elhamdulillah, subhana rabbil ala, në sabah. Pra, kush e bjen dritën? Pyetja ata që të sëmur, sa është nata e gjatë? Pyetja ata që ruajnë të sëmurin, sa është nata? Çka thonë? Nata pa qosh. Prandaj, ka qenë një alim prej të urve, një djetari mençur, i cili e ka pas xhamin afër spitalit, ka shku në 12 natës dhe e ka thirrë zamin. 12 natës e ka thirrë zamin herë. E pastaj kur e kanë pyet xhamati, po pse thirr zamin 12 natës çaqherë? Tha, të sëmurit janë lokë duke prit sabahun, e thirrje e zanit të shpresojnë se pas ka ardhur sabahun. Që japin gajret. Elhamdulillah, masi thirrje e zanit, sabahin që ka ardhur. Ju jap shtuni ushqim artificial shpirtëror, se janë mërzit janë lokë prej natës së gjatë. Men yatikum bidiyain afala tasma'un, kush mund ta bjen dritën në mëngjes pos Allahun, pos atij që është fali për isba, ai e nxjerr dritën nga errësira e natës. Dhe ai ju bën natën për të pushuar, ja'ala al-layla libasan, natën e ka bërë petkë. E ka bërë petkë të ju mbulon, wal-layli idha as'as. Allahu xhelalu dhe natën kur i tërheq të gjithë gjallësat. A keni pa? Po, do të pashtrojnë, do të qanë miron në mramje, të gjithë gjallësat afrohen në përfolet e tyre, njerëzit afrohen në shtëpi, edhe pula i mbledhëzosht në mramje i afrohen në kosharen e saj, se edhe ajo e din se u ka bëha shumë, dërsa ka disa pula që s'u kujtohet për zosht e vetë, ka disa njerëz janë më të dobët se pula për zosht e saj, nuk i të bon fëmijin e ti mrenda në aksham, po kur i vin pak para sabati. Dhe i thot, ako marrë herët para sabat. Marrë herët e shpia pak para sabat. Pra, nata që ka bonë dhe zërëzrashën, nata i mlef, i të bonë gjallesat dhe i qëtëson, gjallë lejme libasën, u nëme subaten, nërsa gjumin e ka po qëtësi, para me ndohë me bo Allahu me ta marrë gjumin, me t'i donë kretë mirat e dënjos, dhe gjumin me bo me ta marrë. E di që ka bonë? Bohet të lashe marë, bohet katastrofë, por nuk ja dim shqirin Allahu të gjela, kur bim në jatak dhe im shelim si që nashe rahat, a thu elhamdulillah o Zot, ma mundësot të qonë në njës të të falenderoj, ma mundësot të qonë natën të të bëjseshte, se mi ke donë gjithë të të mira, u allejnë e subatë, u gjallën në harën në shura, nërsa ditën e ka bërë rinjallje, pra nata që ka bërë, i vjen gjallesat në gjumë, i vjen në pushim, qetësohen, furnizohen me energi të re, dhe qohen mëngjes të fuqishëm, si kur të mos ish gjumi, si kur të të dhëmbi vetëm një natë, a ke qumë rahat? Subhanallah, vetëm një natë të rish pa qumë, aja të shikitin Allah të gjelat, gjallë lejnë libasen, والنوم سباتا والنهار نشورا. Pra kjo është Allahu dhul Jalal, që të gjitha këto i ka krijuar për njeriu. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. Subhanallah, është Allahu ai i cili diellin e ka bërë shkëlqys, natën e ka bërë ndriçues. Kush ja tregoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam para 1400 sa viteve se dielli shkëlqen, nata s'ka dritë vetën, por ndërsa thuj hana s'ka dritë vetën, por hana e merr dritën prej diellit. Kështu na mësoi geografia, cilin
fakultet të gjeografisë, cili fakultet të fizikës dhe kimisë, e ka kry dhe ka mbaru dhe ka diplomu edukatori jonë, sallallahu alaihi wasallam, por Allahu Gjelali ka spjegu dhe ka thonë, gja'ale shamsa diyan, diellin e ka bosh kërkis, ka maranurën, dërsa hona në ndriqus, hona e merr dritën prej diellit. Kështu na spjegon Kurani i Kerimi, dhe ato që spjegon Kurani shkenca shumë larg është që ti kuptoj dhe ti zbuloj. Pra vëllezër të dashur, falikul isbah, ajo është Allahu që bjen akimi. Ajo është Allahu që bjen dritën, ajo është Allahu që ditën e ka bërë për të punu, natën e ka bërë për të kushu. Ajo është që ka fal gjumin për të rahantu dhe për të forcu. Wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha. Ajo është Allahu që i ka krijuar ijet për të orientuar ju natën, nga se na po njerëzit janë orientuar në udhëtimet e tyre sipas ijeve. Pra sipas ijeve kanë bërë udhëtimin e tyre. Litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Në errësirën kur heti për toke, po ashtu edhe në te. Këto çfarë janë vëllezër të dashur? Këto janë argumente që ftojnë në besim në Allahun një. Allahu Gjelal këtë Kur'an e ka qu për të na mësu, këtë Kur'an e ka qu për të na zgju prej gafletit, pra për të hulumtu në të mirat e tij dhe në shpjegimet e Kur'anit. Kjo është Allahu Gjelal i pashoq, fa anna tufakun, pra si keni guxim t'ja ktheni shpinën Allahut. Si keni guxim ta lini namazin pa fal, si keni guxim Allahun ta kundërshtoni në jetën e juaj të përditshme. Si keni guxim fëmijët tuaj mos ta edukoni sipas edukatës islame, ku në ta është shtottimi i botrave, i dunjos dhe ahiretit. Vëllezër të dashur, shpjegimet e këtyre ajeteve, të cilat kanë të bëjnë me galaksion, që kanë të bëjnë me galaktikën, që kanë të bëjnë me universin, që kanë të bëjnë me madhëri dhe dështinë e ijeve, që të panumër nga jo ije, na kur qonë nuk di. Na që di e tim hanën kur e shofim se ndryqon, e shofim delin kur na ngroha dhe na rezaton, dhe e shofim natën që në të pushon, dhe as pak nuk ndalemi rrethtimet mirave të Allahu Gjelal të mendoj. Pra lusim Allahu Gjelal, trunin ton me shlicu ati ku urdhën Allahu nasibna. Trunin ton me largu prej gjërave të kota, mes me harxhu energjin ton shpirtërore, energjin ton psihike, energjin ton fizike, të mos e harxhojm ati ku nuk është razi Allahu Gjelal, po ato të harxhojm ati ku don Allahu dhe pejgamberi. Lusim Allahu Gjelal, rinit ton në islam të udhëzon. Veçveton të jetë të lumtur dhe shëndet të plot. Të varfërit ton Allahu t'i pasuron, të somurit ton t'i shëron, të burgosurit ton t'i liron, të vdekurit ton t'i mëshiron, bat muslimanëve t'i ndihmon, dërsa zullumqarët me zlet e helal iman. Helal in ahsan al-kalami wa ablaga an-nizam. Kalamullahi al-malik al-qadir al-aziz al-alam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وسيدهم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين والكافرين بالكافرين والمنافقين بالمنافقين ونجنا بينهم آمنين سالمين. آمين يا رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.